çdo vit organizimi i panajirit është shumë i mirë. Ne si institucione tash jemi duke punu për me kriju edhe hapësina tjera, pra një hapësinë edhe më të mirë për panajire. E kemi këtë pallatin e rinisë të mrekullueshëm si hapësirë, mirë po duhet tash edhe ta rivitalizojmë. Shpresoj që tash është duke u kryer edhe fizibiliteti prej nivelit institucional pra prej ministrisë në bashkëpunim edhe me kryeqytetin, që shpresoj shumë shpejt edhe po i transformojmë këto hapësirat ekzistuese të renovuara që me i ofru shërbime edhe më të mira panajireve të ndryshme, po Prishtina ka nevojë edhe për salla tjera të reja. Pra e dini që në konferencën për investitorë ne kemi propozuar 19 projekte kapitale ku edhe kemi një numër të madh të sektorit privat që janë të interesuar për me bashkë investu së bashku me kryeqytetin, edhe po i shtyjmë këto procese përpara për me kriju hapësira edhe tjera të cilat hyjnë në shërbim panajireve të tjera. Shumë aspektin psikologjia, ndikimi i hapësirës për shembull në psikologjinë e njerëzit, pastaj mënyrat holistike të jetuarit, pastaj ndërlidhshmëria e shkencës, e qasjes aspektit shkencëkor me aspektin spiritual. Pra këto zhanra janë ato që më interesojnë edhe cili është pastaj impakti edhe në hapësirat publike në vendet ku ne jetojmë, në vendet ku punojmë, pra ndërlidhshmëria gjitha këtyre elementeve që ka një rezultat tek njeriu, një rezultat pozitiv për një jetë më të shëndetshme, më të mirë, ku njerëzit janë më empatik ndaj